Ndërsa shumë spanjoll vijojnë të kenë një opinion të mirë për Gjermaninë, populariteti i kancelares Merkel ka rënë gjatë muajve të fundit, sidomos me qëndrimin e saj mbi masat shtrënguese në përballimin e krizës së borxhit në vendet eurozonës. Merkel fajsohet për goditjet e Europës dhe si përgjegjëse për shkurtimet e thella që janë vendosur. Dhoma Ulët Gjermane ka aprovuar me shumicë votash kontributin që eurozona duhet t'jap për bankat spanjolle, por sërish, imazhi i Merkel me spanjollëve që po vuajnë nga ulja e pagave dhe rritja e taksave nuk ndryshon asgjë. Për revistën satirike El Juve, Merkel është një objektiv i lehtë. Është prezantuar si një dominuese, Miss Spanja apo një mësuese e egër me kryeministrin spanjoll Rajoy si një skllav i vullnetit të saj të mirë. Protestat janë kthyer në masive në sheshin spanjolle kundër masave shtrënguese të aprovuara nga qeveria prej 65 miliardë euro. Në mesin e protestuesve një nëpunëse në Ministrinë e Drejtësisë thotë se Merkel është shkatrimtarja e Spanjës. Ju them se pjesa tjetër e Europës dhe vendet që nuk janë aq të fuqishme se ajo po na shtyp. Ajo po na bën shumë keq dhe nuk e di se bizneset e tyre jetojnë nga eksportet drejt vendeve të tjera siç është edhe Spanja. Ndërsa një tjetër punonjëse Susana Kuzal shprehet se nëse Gjermania dëshiron të vendosë standardet e saj, atëherë spanjollët duhet të gëzojnë të njëjtat përfitime sociale si gjermanët. Sondazhet e fundit tregojnë se populariteti i Angela Merkel ka rëndjeshur në Spanjë. Sipas anketimeve, ajo renditet tani pas presidentit amerikan Obama, presidentit francez Hollande, madje edhe pas presidentit Komisionit Evropian Barroso. Hay razones para pensar que ella personalmente ka shumë arsye për të menduar se ajo personalisht, jo vetëm qeveria e saj, por ajo personalisht është një personazh ku ajo mund të mbajë zvarr ndihmën financiare deri në momentin e fundit. Ndjenja në Spanjë është se Gjermania do të detyrojë ato vende në vështirësi derisa ata janë në buzë të humnerës dhe vetëm atëherë Gjermania do t'u japë atyre një dorë. González Enriquez gjithashtu thotë se ndërsa populariteti i Merkelit është në venitje, shumë spanjoll tani e vendosin shpresën e tyre tek Hollande, i cili është më i butë me metodat e rritjes së Bashkimit Evropian.